4 efekte çuditëbërëse nëse vendosni gjethe lakre te kyçet e këmbëve. Lakra është ndër perimet më të ushqyeshme që nuk duhet të mungojë kurrë në regjimin tuaj ushqimor gjatë dimrit, por jo vetëm. Ajo është një burim i vërtet i vitaminave, kriprave minerale, përbërësve me veti antibakteriale dhe antiinflamatore, që e bëjnë një prej ilaçeve më të dobishme që mund të na ofrojë natyra. Ja çfarë ndodh nëse mbështitni pjesët e caktuara të trupit me gjethe lakre. Artriti dhe dhimbjet reumatizmale do të lehtësohen. Sipas Heart Clinic, një ndër alternativat më të mira për të qetësuar dhimbjet e artritit dhe reumatizmës është mbështetja e kyçeve, gjunjëve, bryllave, këmbëve me gjethe lakre. Këshilla është që pas kësaj zona të mbahet me qese plastike me fasha elastike dhe të lejohet edhe një lehtësim i dukshëm. Gjithashtu, nëse ndrydhni kyçin e dorës, këmbën ose edhe keni dhimbje dore, mund ta përdorni gjethen e lakrës. Ajo mund të luftojë infeksionet e ndryshme, madje të lehtësojë gjithashtu edhe problemet tuaja të gjirit.